tek I Dervishim? Po, këto minuta do kemi vetëm për kulturë. Shumë mirë. Ky emër tani që u përdor tek I Dervishi është njëri ndër shkrimtarët, dramaturgët, publicistët më të njohur, më të zgjuar dhe me një opus kaq të madh krijues, që gjithë studiuesit e letërsisë, po dhe lexuesit e dinë, kanë dëgjuar, kanë punuar me ta, një gazetar, po ashtu shumë I shkath edhe inteligjent, I pranishëm në letër shqipe për më shumë se sa 50 vite, por mi u kujtua edhe shikuesve në këtë mëngjes të hershëm se ne dimë se shumë veprimtar politik kemi pasur të burgosur dhe Tekiu është njëri nga ata I mitur që është dënuar në burgun më famkeq që ka ekzistuar në ish Jugosllavi në Goljotok, duke qenë vetëm 17 vjeçar. Pra gjithë këto vlerësimi, gjithë këto gjëra që mund t'i themi shkurt e përbëjnë çfarë është Tekiu. Ndërkaq mos harrojmë, ka lindur në vitin 1943 dhe ka ndruar jetë në vitin 2011 edhe pak det, pra ka për vjetorin e vdekjes. Lidhet kjo? Po, në fakt, pse kemi menduar që të organizohet ky tubim sot, pra që bëhet në bibliotekën e qytetit Hivzi Sulejmani, nga ora 19 fillojmë edhe pak, lidhet pikërisht me kalimin e tij nga kjo jetë dhe takimet tona do jenë rreth kësaj date. Sot është 25, po viteve tjera mund të lëviz, po do jetë prapërsisht këtu. Do ta bëni tradicionale? Po takimi është themeluar, pra këto takime dhe këto çmime kanë karakter vjetor, do vazhdojnë edhe vitet që vijnë. Pra do të vazhdoni që ta rikujtoni për çdo vit. Mirë, të flasim pak për mënyrën e organizimit, ju thatë që do të ndahen edhe disa çmime, apo jo, na trego pak rreth organizimit se çfarë keni menduar, çfarë çmime do të ndahen. Po, duke menduar pak, domethënë si shtëpi bocuese që veprojmë ne këtu në Kosovë, shtëpia bocuese Tenda që nga viti 1997, jemi të përfshirë, kuptohet, në zhvillime kulturore, edhe në botueshmëri, edhe organizimet e tjera kulturore ndër vite. Por vitin e kaluar vendosëm që të themelojmë këtë çmim për herë të parë është edhe për neve, edhe vetëm ju kujtua të tjerëve të cilët merren me kulturë, thirrën për kulturë që vërtet secili prej tyre mund të bëjë diçka. Ne sot kemi ftuar më shumë dashamirët e Tekiut edhe familjarët, studiuesit, ata që e kanë njohur përsa afërmi. Normal që takimi është I hapur, po do bëhet më shumë me ta. Gjatë kësaj kohe kulturore, përveç programit artistik kuptohet që është, në anën tjetër kemi zgjedhur një panel prej studiuesve të ndryshme, duke njohur Tekiun si një letrar, për cilën do të flasë Dr. Arben Hoxha. Pastaj Tekiun si një dramaturg, që do të flasë Dr. Argin Selimi, pedagog në Universitetin e Arteve, këtu në Universitetin e Prishtinës. Pastaj Tekiun si një veprimtar, do të flasë zotëri Esat Brajshori, që është regjisor, edhe Tekiun si prenduse familjar e bija e tij Nora. Pra, do kenë dëgjuesit nga 4 folës të ndryshme me pritu edhe me parë për këtë orë Tekiun. Edhe motoja e takimit tonë është Tekiu mes nesh. Pra kemi kryer një ambient të tillë që e përçon këtë slogan, edhe në anën tjetër edhe folësit edhe mënyra si është bërë. Pas kësaj, do të ndajmë këto çmime. Shumë mirë. Nëse të ndalemi vetëm pak edhe tek të ftuarit, ju thatë që nuk do të jenë prezant thjesht vetëm të ftuarit, por është e hapur edhe për ndoshta personat që kanë dashur punën, e kanë adhuruar apo e kanë ndjekur punën dhe veprën e Tekiut, mbahet sot apo jo në Po sot në orën 19 pra te biblioteka e Hivzi Sulejmani. Tani di që shpërndahen shumë ftesa dhe duhet me mundu me bind njerëzit të vinë një aktivitet kulturor, nga kjo pikpamjen e themi se është e hapur. Për vërtet të këto takime marrin pjesë vetëm njerëzit që e njohin, kanë interes edhe vështirë se mund të gjesh të rastishëm, por si të qoftë ka rëndësi që të shërnohat. Edhe mendoj që kjo është vetëm një hap I vogël, edhe gjithë tjerët që merren me kulturë, ka përplot emra të tjerë që ne I kemi harruar që kanë vepruar për dekada me dekada në çështjet tona nacionale, kulturore, politike tjera, që mund të kujtohen në forma të ndryshme. Edhe kjo është për më shumë për dobin tonë,
si vend, edhe si të rinj, edhe si familje, se sa nështë edhe për vetë autorët që nuk janë në mesit tonë, ose që edhe mund të jenë. Zotëri Cakolli, qka ju shtyen juve të organizoni takime të tilla? Qka është në interes të përcjellën këta emra brez pas brezi dhe puna e tyre? Ne duhet të ndërtojmë një rend që është i vlerave, edhe një rend i qëndrueshëm, edhe një rend që ka stabilitet, edhe ne shohim që nga vitet 90-ta deri në qërimin e Kosovës, vendi jonë ishte më interesuar dhe institucionet tjera në dhe në atë gjendje, kishin interes më shumë për kulturën dhe dominimin e temës kulturore në jetën qytetare. Po vrejmë këto 2 dekade e fundit që kemi pasur një zbritje, një përshkallëzim jo të mirë, shpeshherë ne shohim që bëhen tubimet e ndryshme, çmimet të ndryshme janë tepër provizore, me komisionet të ndryshme që ndoshta edhe nuk lexojnë nganjëherë edhe vetë ato materiale që duhet të lexojnë me ndarjen e çmimit gjitha këto. Pra, është mirë që të bëjmë diçka, s'ka rëndësi me bë shumë të madhe, po le të bëhet mirë, të mendohet mirë, edhe të jetë në vazhdimsi. Pra, kultura dallon prej investimeve të tjera që ne i bëjmë në jetët tona. Kështu që për kulturë duhet me pas një durim dhe një kujdes të vazhdueshëm. E si mund të presim të nderohemi, nëse nuk nderojmë? Si mund të presim që ne të marrim dashuri pa i dhënë kërkujt dashuri, edhe si mund të kujtohemi pa i kujtuar tjerët? Pra kur po flas për një rend vleror, e kam fjalën për këto çështje. Po në anën tjetër është shumë e nevojshme që njerëzit që kanë kontribuar, dëshira e tyre më e madhe është që tekstet e tyre të vazhdojnë të lexohen edhe të jenë të pranishëm sikur të ishin ata mes ne. Prandaj slogani në fakt ata gjithmonë janë mes nesh edhe kur janë. Po, dhe slogani që ne kemi vendosur për takimin e sotëm është me tekiun mes nesh. Pra kjo është ajo thelbi, filozofia e takimit të sotëm, që është edicioni i parë. Është edicioni i parë, por nuk do të jetë i fundit, sepse kemi vendosur ta bëni tradicional. Ju falemnderit shumë që keni zgjedhur emisionin tonë, vini dhe të paralajmëroni për këtë ngjarje. Do besoj që të takohemi përsëri në ngjarje të tilla, të cilat janë në interes edhe të publikut. Falemnderit shumë, i uroj edhe gjithë të tjerët që të ndërmarrin hapa të tillë për emrat të tjerë që kemi mjaft. Kosova është e pasur me emrat që kanë kontribuar dhe që nuk duhet harrohen. Falemnderit shumë dhe njëherë. Ashtu edhe për ju. Pra miq dashur, kemi qenë me Femi Cakollin dhe biseduam së bashku për organizimin e letrave të Teki Dervishit që do bëhet sot, pra nga ora 11 në bibliotekën Nevzi Sulejmani. Kemi një shkputje të